Mbreti i Britanisë së Madhe, Charles, ka mbajtur një fjalim të rrallë dhe historik në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, duke theksuar forcën e marrëdhënieve mes dy vendeve në një kohë sfidash globale. Në një sallë të mbushur me ligjvënës amerikan, ku u prit me duar trokitje të gjata së bashku me mbretëreshën Camilla, Charles deklaroi se pavarësisht të dallimeve dhe mosmarrveshjeve, Britania dhe SBA do të mbeten të bashkuara në mbrojtje të demokracisë dhe sigurisë së qytetarëve të tyre. Fjalimi i tij vjen në një moment tensionesh mes dy aleatëve, veçanërisht për shkak të qëndrimeve të ndryshme mbi luftën me Iranin dhe rolin e NATO-s. Edhe pse Pallati Buckingham kishte paralajmëruar se fjalimi nuk do të ishte politik, Charles preku disa çështje të ndjeshme, duke përfshirë rëndësinë e mbështetjes për Ukrainën në luftën e saj me Rusinë dhe rreziqet e izolacionizmit. Ai kujtoi gjithashtu momentet historike kur dy vendet kanë qëndruar krah për krah, nga luftrat botërore deri te sulmet e 11 shtatorit, duke theksuar se kjo aleancë ka qenë vendimtare për sigurinë globale. Në një referencë të fortë ndaj politikave America First, Charles bëri thirrje që vendet të mos mbyllen në vetvete për të vazhdojnë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Ky është vetëm rasti i dytë në histori që një monark britanik i drejtohet Kongresit Amerikan, pas fjalimit të mbretëreshës Elizabeth II në vitin 1991. Fjalimi i Charles vjen në një moment kritik për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe synon të forcojë lidhjet mes dy vendeve, pavarësisht sfidave dhe ndasive aktuale.